Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wala aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala dhalimin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu në falenderoj dhe vetëm nga I falet dhe ndihmë këtë. Të ndershëm vëllezër, na kanë mbet edhe 6 ajete të surës At-Taghabun, duke pas parasysh që është dita e fundit sot e Ramazanit. Ne pasi që ti përfundojmë me koment të ajete, pastaj në fund një falënderim të veçantë për ju si xhamat, Allah I shpërbleft për të gjitha punët dhe veprat që keni bërë brenda këtij muaji. Ajeti I 13, Allah subhanahu wa taala thot: Allahu la ilaha illa hu wa ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Të ndershëm vëllezër, nuk ka të adhuruar tjetër të vërtet përpas Allahu subhanahu wa taala. Dhe të Allahu subhanahu wa taala duhet të mbështetemi. Kush duhet të mbështetet? Allah, besimtarët. Dhe realisht besimtarët mbështeten, ndërsa mohuesit nuk mbështeten. Sepse Allahu subhanahu wa taala meriton të adhurohet dhe është I vetmi, ne dim pse, po t'ja u përkujtoj, për shkak se Allahu Gjeleshanu është ai I cili krijon. Allahu Gjeleshanu është ai I cili sundon. Jam duke folë për absolut, se edhe njerëzit krijojnë, edhe njerëzit sundojnë, mirë po e kanë një përfundim. Do më thonë, merre sundimtarin më të fortë botë, ka përfundu. Edhe njeriu ka kriju, ka ndërtu e ka ba, mirë po një ditë shkon. Ndërsa Allah subhanahu wa taala është absolut krijim. Është absolut në sundim. Është absolut në furnizim. Do më thonë, njerëzit kanë mundësi me furnizu, mirë po e kanë mundësinë e kufizuar. Ndërsa Allah subhanahu wa taala është absolut. Mirë po, edhe është absolut në falje dhe në ndëshkim. Allahu do të shon në falë shumë, mirë po edhe në ndëshkon ose dënon shumë. Përkundër njeriu është labil, këtë ka njerëz që falin dhe ndëshkojnë, mirë po nuk krahasohen me faljen dhe me ndëshkimin e Zotit, sepse Allahu subhanahu wa taala në gjithçka është absolut. Në gjithçka është absolut. Dorsa njeriu është I kufizuar në gjithçka. Wa ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Dhe vetëm te Allahu le të mbështeten besimtarët. Të ndershëm vëllezër, çka I nënkuptojmë fjalën mbështetje, nuk është vetëm mu mbështet për shembull si për muri. Nuk e ka këtë kuptim, por mu mbështet Allahu subhanahu wa taala me bindje dhe besim. Për shembull, interesant në besimtarët musliman, të gjithë dhe besojmë riskun, ama në momentin që kemi Zot, dorëzohemi. Po mirë të tash, a je I bindur në Zotin tënd, që o një, edhe të e për riskun, po pse mërzitesh? Po hajde dhe do më thonë bindja o problem. Tash të bindja është problemi se se jemi të bindur. Ne do më thonë, këtë mbështetemi të Allahu, mbështetemi me bindje, jo vetëm me muhabet. Cilësia e besimtarëve të vërtetë të ndershëm vëllezër është kur I mbështeten Allahu subhanahu wa taala, edhe nuk varen nga forcat e kësaj bote dhe pasuritë e kësaj bote, në çfarë do rrethana që mundet me gjenë për mbështetjet e Allahu subhanahu wa taala. Ndonjëherë njeriu e gabon, mbështetet në forcën e njeriu. Edhe pastaj dështon. Mbështetet ku e di, në palët e filanit dështon. Ka pas këto raste shumë. Ka historia I ka evidentuar. E keni pa tash edhe në politikë edhe në luftra, mbështetet me një shtet, ama në fund të tradhton, nuk kri puna. Pra çka mbështetja më e sigurt është Allahu subhanahu wa taala. Allahu nuk tradhton. Allahu askën se tradhton. Po ne vetës çka I bëm, ne vetës kërkush ja bën. A është ashtu? A ka thonë, njeriu çka I bën vetës, bile njeriu I bën më shumë keq vetës se këtë botë që mundet me të më keq. Të ndershëm vëllezër,
Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, këtë hadith jam I sigurt që keni dëgju, thot law annakum tatawakkaluna ala Allahi, me qenë se ju I mbështeteni Allahu subhanahu wa taala, haqqa tawakkuli, mirë po një mbështetje të vërtetë dhe të sinqertë. Allahu subhanahu wa taala do t'ja u jep riskun, sikur atij shpendit që fluturon, atij zogut vogël, që shkon në mëngjes me barkun shprast I unët, edhe kthehet mbrëmje me barkun full I ngopur. Shpejt, s'di kur zon. Allahu ja ka dhënë rrezikun dikun. Ai dele kërkon. Domethënë, me qenë se ne I mbështetemi me Allahut, pasha Allahun, ai Allah na ka dhënë rrezikun. Po ne dyshimin ndonjëherë kemi shumë të madh, saqë e humbim edhe besimin, a humbet bindja dhe besimi te Allahu dhe shumë. Allah është shumë I mëshirshëm. Para mendoj çka bëjmë ne tash në këtë kohë, shekull 21, çka është duke bëu njeriu nga padrejtia në botë, Allahu dhe shumë pak mos më kanë I mëshirshëm. Wallahi e kish bën rrafsh këtë botë. Kështu hiç, asnjë njeri s'e ka gjallë. Pse? Se me një vend vritën fëmijët, me një vend knasën fëmijët. Në rregull, sa në rregull. Me një vend pasuria, me një vend fukaralloki. Ai vendi I pasur e vjedh këtë... në rregull, nuk ka në rregull. Ama Allahu Gjeleshanu, ma I mëshirshëm sa mendim ne. Por çka ka Allahu nuk punon me emocione, nuk nervozohet si njerëzit, nuk merr hak me njerë. Jo. Allahu subhanahu wa taala I ka të caktuara rregullat dhe punët e vetë. Mirë po Allahu subhanahu wa taala është I mëshirshëm, më shumë se sa që mendojmë ne. Të ndërshëm vëllezër, ajeti 14. Allah subhanahu wa taala thot ja ayyuhalladhina amanu, o ju që keni besuar. Tu e drejtohet besimtarëve. Inna min azwajikum wa auladikum aduwa. Thot nga bashortët dhe fëmijët e juaj mund të keni armiq. Për shembull, je I martuar edhe ke fëmijë. Edhe sa I mendon miq, aq mundën me dal armiq. Vazhdon fahdharuhum wa in ta'fu, keni kujdes për tyre, por nëse falni wa taghfiru, edhe jeni të butë si fani gabimin, atëherë Allah subhanahu wa taala do të jetë falës dhe mëshirues. Wa taghfiru fa inna Allaha ghafurur rahim. Atëherë Allah subhanahu ja u fal dhe është mëshirues. Ta shohim, ta shqellojmë pak këtë ajet. Ja ayyuhalladhina amanu, o që keni besuar, sepse Allah subhanahu wa taala në dy forma ju drejtohet njerëzve në Kur'an. Ja ayyuhalladhina amanu, o që keni besuar, aludon te muslimanët, besimtarët, dhe ja ayyuhan nas, o ju njerëz, në përgjithësi ju flet të gjithë njerëzimit në botë. Pa marrë parasysh çfarë feje dhe çfarë gjuhë dhe çfarë kombi ka. Thot inna min azwajikum, prej bashortëve, wa auladikum, edhe fëmijët që I keni, janë armiq për ju. Ata mundën me qenë armiq për ju. Fahdharuhum, keni kujdes. Tash këto, kur thot Allahu Gjeleshanu janë armiq ose keni armiq, nuk do me thonë se të gjithë janë. Jo, dikush. Është paralajmërim për rastet e veçanta. Mos ta marrim në të shta, po na bëjkan problem gratë neve. E dy ose fëmijët, jo në këtë aspekt. Mirë po për rastet e veçanta, duhet më avëndu mendjen shumë. Sepse fëmijët, të ndershëm vëllezër, sa janë për ti, janë edhe kundra teje. Jo, me siguri dini ndonjë histori, se si fëmijët e kanë marrë pasurinë babës, se si kanë bëjë zmet babës, se si kanë bëjë zmet nanës. Sa dini kështu historia, sa dush, apo? Ajeti dhe më thonë ka të regu ma herët se çka ka me ndodhë. Si mund të jenë armiq, për shembull,
po të pengojnë nga feja. Shembull gruaja thotë mon shumë të prove 5 herë në ditë, shkon njëri në xhami. Ato kushikët, për shembull, shoqet e mia në kafe, knacen me burrat e vet, ti një ditë në xhami. Ka problem kjo. Kjo më sejnë problem. Gruaja të thotë dikush tjetër, gruaja të shtëpia sik. Ose mundohet me të largu nga feja. Ose mundohet me të largu nga përkushtimin dhe Allah subhanahu wa taala. Ose mundohet me ta arsjetu mëkatin e gjunahit, thotë, se sa problem. Po edhe për fëmijët vlen kjo. Edhe fëmijët shembull, ta pauzuar e kanë babën. Kënë ndëgjuat fjallën baba Haxhi, djali dilën zi. Baba Haxhi, ama që djali sa pranon. Baba në xhami, ai në komar, baba në xhami, ai në kamar, baba në xhami, ku e diunë? E kundërta, këtë e kundërta. A është armikja i amik është i babës, i familjes. A është armik. Ama i joti, që ka po lidhë se joti, në të folë për regula. I joti, pa i joti ta shpirtin. Për tanë të thirë, Allah, o gjajdeve një mamë, ose o kojshi, hajde një mamë, o shokë, pse mi hargjoj këtë parën, ma shiti shpijen. Kush? Djali, se ti s'të intereson, për atje një ndi që ka ndodhë, për djalin tanë të ki gajnë. A ka kështu vëllëtër, ka kështu. Ka kështu, inshallah Allah ju zëtë. Inshallah Allah zënë, 3 tonë e 3 tonë. Fahdharuhum. Para kësaj, Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu thot, në kohën e pejgamberi sa disa burra kanë pas me emigru, me bo hijret me Muhamedit sa për gratë, ranë se bepë dhe fëmijët e tyre i kanë ndalu. Shifrit e shka kanë dufë. Prej Mekë, kanë pas me shkun Medinë, apo në hijret. Ato ai buri musliman e ka pranu fejnë, e ka dash Muhamedit Islam, shkoj i gjithë gruja ka thonë e cëto. Ku shkon? Me Muhamedin. S'ka me lëviz, hajtë dit për shpi, opa. Jam i qartë është, më thonë, a ka ndodhë, tash as ndodha, së të dush. Bilalo ma keq. Edhe fëmijët i kanë dalu. Edhe fëmijët kanë thonë, s'ka, ti me shku me Muhamedin, ki me ndejt me ne. Mirë po, pastaj ma vanë, edhe ata gra, edhe ata fëmijë e kanë kuptu gabimin, e kanë pranu Islamin, mirë po njerë e kanë gabu. Por atë shkak Allah subhanahu wa taala thot fahdharuhum. Duhet me pas kujdes. Edhe duhet secili me ruajt nga ndikimi, nuk ban me ra në emocione, nuk ban me ra gjuna, se dhe njëherë dikush të bëhen si për gjuna edhe të hinë film. Ti mendon që e vërtet është, ja, nuk e vërtet. Njerëzit dinë edhe artista më. Qoftë gruaja, qoftë fëmia, qoftë bori, qoftë këtë loja luj. Unë më duke folë për ka e keqë, për ka e mira të luj, në të bona artista, s'ka problem. Sa të duhet, banu artisti mirë, veç në recen i xhami. Ose banu artisti mirë, çka të duhet që banë? Në të aspektin, ata regullat brenda familjes. Ose edhe fundit edhe jashtë. Të ndërshëm vëllezër, wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru. Por nëse falni, për shembull ka gabu buri, gruaja fal. E ka gabu gruaja, burja fal. E kanë gabu fëmijët, baba, nana ja falin. Po çet doni herë dhe prindërit ka mundësi që fëmin, djalin, vajzën e kanë dënu pak si shumë. Edhe fëmijët duhet me dhe, o, baba, nana, ju, ma shumë se ju që na doni s'ka askush. Halal e kini, në të aspekt. Pa inna Allah gafurur rahim, Allah subhanahu wa taala atëherë është falës dhe mëshirues. Me qenë se ne e falë me njëri tjetrin, vallahi Allah na fal. Sepse Allah dhe lëshanu hakun në njëri tjetrit nuk e merr përsipër me fal. Ta keni parasysh. Shembull ti ma ke boni padrejtësi mu, ma ke një borx mu. Allahu dhe lëshanu nuk ta fal pa ta falur. Hoxhallar shumë herë kanë shpjegu. Do të vjen dita, po këto janë ajete dhe hadithe pastaj. Do të vjen dita që edhe ditën e gjykimit edhe kafshët dhe më të vetë kanë me marr hak. E mos flasim për
për njerëzit. Ajeti 15, Allah subhanahu wa taala thot inna amwalakum wa auladakum fitne. Do gjeni tash me të vërtet fëmijët e juaj dhe pasuria juaj janë fitne, janë sprov në këtë botë. Wallahu indahu ajrun adhim. Mirë po, të Allah subhanahu wa taala është shpërblimi më i madh. Të ndërshëm vëllezër, a është të vërtet që pasuria dhe fëmijët janë fitne? A është të vërtet? Njeriu e ka një lloj kënaqësie me fëmijët e vet dhe me pasurinë e vet, mirë po e ka edhe një gajle. Për shembull, fëmijët derisa janë të vegjël, por në me thënë të bëjnë zullume të shtëpia, lam që bëjnë shtëpinë. Ama kur ti bëjnë ka 20 vjet në makesh, nuk e di ku janë. Cila qenë ka më e mirë? Me ta thinë 6 muaj kanë televizor, kanë Dalinski, a mos më e di ku. A me ta shit këtë shtëpinë. Ndonjëherë ne nuk i perceptojmë punë si duhet. Ama e kanë kënaqësinë e vet. Ja kanë nisë me ecë, ja kanë nisë me folë, ja kanë nisë me lëviz. Po normale se fëmia që janë nisë me folë me lëviz ka me thithë diçka. On fitne, on sprov. Edhe kur i vogël, edhe kur tritet, po për babën që i ka bon 100 vjet, ai fëmia i ka 80 vjet, prapë fëmia. A është ashtu? Për babën fëmijë. Sa të që është i rritur. Të ndryshëm vëllezër, është fitne, është test, është testim për prindërit fëmija, edhe pasuria. Edhe mirë është mos me la prej posaçërisë së pasurisë, me fol drejt, këtë kena merak pasurinë. Edhe ku njeriu kur ka, nuk ka gajle, nuk i nështrohet askujt, është e vërtet. Ama me qenë se kanë krejt këtë bota me pas pasuri. Nuk ka interesant, duhet kiameti më bo. Pse, po s'ka nevojë as njëri për tjetrën e për një me shkatrohet botë. Atëse Allah Gjeleshani ka vëndu regullat e veta në botë. Se cili ka nevojë për tjetrën. Njoni mehaniqar, njoni mekanik, njoni elektrik, njoni host, njoni profesor, njoni doktor, njoni haxhi, njoni punëtor, njoni. Pse kështu? Se Allahu i ka regullu punë, për me pas nevojë njëri për tjetrën. E kur këtë nevojë njëri për tjetër, atëherë ka një farë stabiliteti. Ama në momentin që askush s'ka nevojë për askënd, prite kiameti. Të ndeshëm vëllezër, por askak është mirë, prindërit pak të mundohen me fëmijët e tyre, sepse thotë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Secili është bari. Dhe të gjithë jemi bari në familjet tona dhe jemi përgjegjës për familjet tona. Edhe për pasurinë tonë. Që vendoni mendjen ku e fitoni dhe ku e harxhoni. Sepse e fiton halal e harxhon haram, s'ka kuptim. Po e fiton haram e harxhon halal, edhe kjo s'ka kuptim. Ajeti 16 të ndeshën vëllezër, fattaqullaha mastata'tum. Frikojnë Allah subhanahu wa taala me mundësitë që i keni ose sa mundeni, wasma'u wa ati'u, dëgjoni dhe respektoni, dhe jepni wa anfiqu, dhe jepni lëmosh khairan li anfusikum, do të jetë më mirë për ju, wa man yuqa shuhha nafsihi, ai e kush ruhet nga lakmia e vetes, fa ulaika humul muflihun, ata janë të shpëtuarit. Donëherë njeriu kur e shef veten pasire e merr mësinë edhe vetë. I duket vetja shumë i mirë, e shumë i bukur, e shumë atraktiv, e shumë interesant. Edhe hinat filmin e kësaj dynjoj që une, realisht as kush nuk je, as unë, sepse Allah subhanahu wa taala është gjithçka dhe është absolut. Fattaqullaha mastata'tum, të ndërsa vëzën e për ditë ballafaqohemi me lloj problemi. Duhet me frigu Allah subhanahu wa taala mos më ra prej edhe me gabu. Çka thot Allahu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, me një tjetër. Allahu nuk e ngarkon askënd përpos se sa ka mundësi. Edhe në bazë mundësive, edhe duke u friksuar nga Allahu, gjallë duke qenë rregullat tek kësaj bote në vend, mendoj se do t'i arrijmë qëllimin. Wasma'u wa ati'u, dëgjoni ose dëgjoni dhe binduni kujt Allahu subhanahu wa taala. E pastaj
ndëgjoni dhe shkoni pas rrugës së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, wa anfiqu khayran li anfusikum. Edhe jepni pasuri se është më mirë dhe më khajr për ju. Unë kur t'jap pasuri, kur t'jap zekat dhe fitër dhe ndihma, kush ka dobi fillim, s'ka mund. Pastaj tjetër. E kush ruhet nga lakmia e vetës, të tillat janë të shpëtuarit. Të ndërshëm vëllezër, lakmia e shkatron njeriu. Lakmia, me lakmo, mos lakmonin në pasurinë e huaj, në rrobat e huaja, në shtëpitë e huaja. Vallahi jo, veç e s'mund vetën. Çto zelia, çto dinati mundesh me gabu. Jo, knaqu me atë që e ke dhe që të ka dhënë Allah subhanahu wa taala. Dhe ajeti 17 in tuqridu Allah qardan hasanan, nëse Allahu t'ju jep një hua, borç të mirë, ju dhaifhu lakum, Allahu dhe lëshon atë borxhin, kur të vaktheje me shtip, vazhton, waghfir lakum, edhe va fal gabimet, wallahu shakurun halim. Allah subhanahu wa taala është shakur, mirënjohës, halim, është i butë. Të më thonë Allah subhanahu wa taala është mirënjohës, por ne jemi mirënjohës. Allah dhe lëshon është i butë, ne jemi të butë. Njeriu nuk ka i butë. Nuk po them se s'ka, ama kur e shoh botën si funksionon, është i vrasht. Por po se ai që ka iman, edhe e zbut imani, e qetson, i amban mëdhetin, i amban inatin, se për ndryshe njeriu e gabon, më njerë e gabon, po se e bjen pishman mirë, po njëherë e gabon. Të ndërshë vëllezër, edhe po e shkurtoj pak ajeti 18, alimul ghaibi wa shahade, al azizul hakim. Alimul ghaibi, Allahu xhaleshano është i dishmi, i gjithdishmi. Al ghaib, po të fshehtën wa shahade, për atë që e shofim, për atë që nuk e shofim, të dukshmë dhe të pa dukshmën. El Aziz, El Hakim. Allah subhanahu wa taala, El Aziz është i fuqishmi, i plot fuqishmi, dhe është El Hakimi i urti. Të ndërshëm vëllezër, kjo ajete e përfundon surën të cilën e kemi sqaruar që 3 ditë me rend, po duke pas parasysh se sot dita e fundit. Inshallah Allah subhanahu wa taala të gjithë juve dhe mua dhe të gjithë muslimanëve ku do të janë, në ka planuar ibadetet, adhurimet, me qenë se të ndeshëm vëllezër kena tepru, e kena gabu, ju kena ngushtu diçka në bëni halal, a ju si xhamat e keni halal dhe nga xhallar dhe nga shilli, e shifemi nesër për bajram, e bëjmë bajram inshallah. Allahu na udhëzon e të gjithëve së bashku në xhenet. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.